Të dashur Zagar e Zagarica, sot do të merrem me ju. Do t'ju shpjegoj kush jam, pse jam ky që jam dhe kush do t'jem. Sot nuk do t'jam modest dhe do ta heq atë petkun e qenurit intelektual, sepse duhet të flas me ju, me gjuhën që ju kuptoni. Shikoni të paftyrë. Unë nuk pa ja fshaj nënat juve, se nënat tuaja mund t'jenë shqiptare si kur e imja. Prandaj nuk pa ja fshaj. Është e të turpshme dhe mua më vjen marrë kur e shoh se çka flisnin në rrjetet sociale. A keni fytyrë, a keni dinjitet, a jeni shqiptar ju? Po nëse unë e tham një të vërtet për Albin Babën e juj, nuk duhet ju djeg deri në ato përmasa sa që ju të më thoni mu pjellë serbit, ta kanë bë kështu në anën Serbia, Jeshka, Jerankovic. Shikoni debilla. Unë jam shqiptar 100% dhe atje ku kam lind dhe rritë unë vetëm Shqipania ka pas. Dhe po ju tregoj veç pak. Unë si nxënës si shkollës mesme, çdo gjë që kam rrinë jetën time kam rrinë me punë. Si 17 vjeçar kam punuar në ndërtimtari për siguru bukën e familjes. Babai im ka qenë mësues dhe ka pas 12 fëmijë, 6-6. Jemi një skuadër luftarake e gatshme në çdo situatë. Kështu që pa merak mund të më vini dilni përballë kur doni. Nuk është e lashe kjo punë. Ose me që jeni tepër tul, të ignorant, të idiot, mund të shani, të vazhdoni të shani në rrjetet sociale. Po mu nuk më ndalin sharje të fyrje, sepse unë e di misionin tim. Ne edhe në luftë ishim, pakic. E dini misionin tim. Çlirimi i Kosovës dhe e arritëm. Edhe tani këto sharje fyrje nuk do të ndalin. Natyrisht, flas me ju debil që keni profile reale. Me ju Zagar e Zagarica që keni emra mbi emra. Nuk flas me ata anonim që i paguan partia antishtet në pushtet me mijëra euro vetëm për sharje fyrë me qindra mesazhe brenda një ore. Nuk po flas me ata, nuk harxoj kohë. Ju po ju tregoj kështu. Jam shpen Gjocaj. Kam lindur në Junik. Jam rritur në Junik dhe Gjocaj. Jam shkolluar në Gjakov. Jam krijuar në Gjakov. Kam qenë udhëheqës i studentëve, kam qenë luftëtar i lirisë, kam qenë prori i UÇK-s. Gjithçka në jetën time kam rrinë me djersën time. Jam djali një babe mësues që i ka shërby vendit 43 vite. Një mësues që ka qenë si nxënës i normales i burgosur. Një mësues që ka dashur me hangër në çdo kohë, sepse nuk pajtohej me të keqen për vendin. Një mësues që ka guxuar thotë i kam 6 djemë dhe 3 fali lirisë së Kosovës në kohën e luftës, që se ka larguar askën nga vendi. Jam djali një nënë që ka gatuar bukë për UÇK-n me qindra bukë brenda 2-3 ditëve. Ata që kanë kaluar ka një baqe me arra atje, ata ushtarë të lirisë që kanë qenë mbi 200-300 një herësh. E nëna ime në atë kohë ishte e re për vete dhe gatuan të bukë më shumë se një furrë që mund gatuaj sot. Ato bukë që një një përgaqe. I nxjerrte për minuta, për sekonda. Është ajo nëna ime që ju e shani më të fliqur, më të pandershëm, më të paftyrë. Është ajo nëna ime që ka larë edhe gjakun e djalit saj për 1 orë. Ka pa gjymtyr fëmi. Ka par djali 20 vjeç kur e ka humbë dorën në djathja ka dhënë Kosovës, tjetri është plagos në koshare. Megjithatë, nuk po jap llogaritë ju. Nuk po arsitohen para juve. Thjesht po tregoj cili jam unë, se pava shumë komente në një portal dhe të tjerët se kush është ky, ku ka qenë ky, çka ka bërë ky. Po, unë kam bërë gjithçka që kam mund për vendin. Dhe jam i gatshëm bëj gjithçka për vendin prap. Një djalë kam edhe atë ja falja dheut me që nevoja. Edhe vetë jam i gatshëm në çdo kohë deri në frymën time të fundit. Unë nuk fliqi, unë nuk shaj. Unë po ju them kështu. Po më vjen turp kur ju dëgjoj se si shani e fyeni. Po më vjen mu marrë për atyre grave të martuara, e nëna, e motra, të kujt janë, në mënyrën, çka doni të më bëni ju më i zonja, më i Zagarica, kur më shani ashtu në mënyrë banale, vërtet çka mendoni që mund të më bëni ju mu, ose çka dëshironi të bëni me mua. O kjo është e turpshme. Shqiptarët kanë një kod moral. Atëherë ju nuk jeni shqiptarë se s'keni asnjë kod. Shani, fyeni, fllishni, shpifni. Turp të keni. Turp. Shikoni, në muajin gusht jam në Kosovë. Nuk rri brenda, tërkohën jam jashtë. Cili do nga ju që ka dëshirë të më takon mund të më takoni? Mi thoni në sy ato që keni për të më thënë. Po ju siguroj askuj nuk do t'ja hapi gojën deri të vesht, pavarësisht që e meritoni, pavarësisht që mundem, s'do ta bëj. Unë punoj në New York me ndershmëri më të madhe të mundshme, sepse kam mision që fëmijët e mi të bëhen të zotë e vendit dhe një ditë ta mbrojnë atë dheun e tyre nga kudo që janë. Po punoj në drejtim dhe po e bëj dhe po ka sukses. Se fëmijët e mi janë kolegjet më të forta në nivel botror sot. Vajza ime shkon në një shkollë me djalin e Donald Trumpit.
Pra ju rrasni atje për vete, flisni sa të mundi. Nëna ime është shqiptare, ka lind luftetar të lirisë, nuk ka lind zagar që lehin e shajnë e fyjnë nënat e të tjerëve. Unë jam njëri për gjemëve të saj. Të nëna ime nuk ka mund me mri serbet as njëherë, sepse ka pas djema jo, ka pas burra jo, ka pas arma jo. Mund të kenë mri atje ku s'po du të them, po që ju e në kuptoni. Nuk po du t'ju them. Po ndale një gërmazin se e shkyet e fleqet tokën e fleqet. Të keni turp. Po ju zonja, si mund t'i ushqeni fëmijët tuaj? Si mund t'i bëni gjithë ato sharje, fyrje, e t'u lexon burri juaj ato sharje? Fëmia juaj, njerëzit tuaj, pa keni ftyrë. A jeni nëna, a jeni shqiptare? Turp të keni. Po si doni të më shkërdheni mua që më shani aq shumë? Me çka? Si? Edhe si doni të ktheheni prapë të shtriheni me burrat tuaj derisa mu më shani tërkohen? Turp të keni. Turp. A guxoni ta bëni ADN vërtet ta kuptoni se kush jeni? Shkoni më bëni ADN, unë paguaj për ADN tuaj. Kish i thënë dikun se ku ke qenë që 20 vjet, edhe unë kam menduar se ky fliqani Albin Kurti vyn, nuk e kam ditur unë që ky është në anën e kundërt të kombit. Nuk e kam ditur që unë se kam marrë me mend që ky është tradhtar. Ja shoh veprimet, unë nuk ka barë si ju. Unë nuk pres me dëgju që thot Albin Papa, po unë e kuptoj vetë, e di vetë sjelljen e tij. Një njeri që vepron kundër kombit nuk është gjë tjetër veç se tradhtar. E sa të pash i kohës sonë. E ju Haxhi Qamilet, që leni e kërkoni babën ku ju ka mbetë ku e keni, vazhdoni mas ti. Turp të keni. Turp të keni, turp të keni. Sharjet tuaja, fyrjet tuaja nuk më ndalin mua. Unë nuk marr reshna, unë nuk marr para nga askush. Unë punoj pa cent, unë punoj pa buk. Edhe çdo kohë jam i gatshëm të vdes për vendin. Ju nuk jeni të gatshëm, sepse ju keni me le. Unë nuk di me le. Unë di m'ja u përplas në fytyrë. Tu, raca poshtër. Doni edhe në ndonjë gjë tjetër, ju kam vetë edhe diçka tjetër që doni të dini për mua. Po, kur kam mbaruar shkollën e mesme, kam pauzuar 5 vite. Kam pauzuar për faktin se kam dashur të jetoj ndershëm, por nuk kam pas para të shkoj në shkollë. Se babai im ka qenë mësues dhe ka pas 12 fëmijë, atëherë punonte pa pagë. Por librat më që shumë ti libra në jetën time që kam lexuar janë këto vite, sepse babai im edhe më i bjeshkë kishte bërë bibliotekë. Kam pas 1000 libra në shtëpi. Që edhe sot do të pranoja 10 herë me DJ shtëpia ta ndërtoja te DJ vetëm t'i ktheja ato që kisha. Në anën tjetër, investimi më i madh ka qenë morali, kombi, arsimi. Po ju tregoj ju Fondrina, Flisira, Zagare, Zagarica që kur babai im e pau se me çka do të përballej, na mblodhi gjithëve dhe na tha: "A doni të jetoni ndershëm dhe t'ju mungon çdo gjë, a doni të keni çdo gjë dhe ta ulni kokën?" Ne I tham duam ta kemi ballin lart, ti shikojmë në syrin e çdo kohë njerëzit, mos kemi asgjë. Dhe vërtet jemi përballë edhe me asgjë. 2 vite kam pas edhe me asgjë. Kam pas punë. Po edhe atë kam kaluar. I kam kaluar edhe serbet me armë, I kam kaluar edhe sharjet e atyre, e tuajat me tingëllojnë me të atyre. Nuk dua t'ju them dukeni si serb, po ju po veproni si me qenë kundër kombit, kundër shtetit. Kundër shtetit. Turp të keni. Turp. Nuk më ndalin sharjet tuaja, vazhdoni me punën që keni. Vazhdoni. Unë kam thënë se ja u adresoj të shumëzuara për në familje, për sot as nuk për ja u adresoj, për ja u lët lira. Shani sa të mundeni. Por mos harroni, po e shani një njeri që si kërset, as për sharje, as për fyrje, as për plumba, që keni bëth me vritni, dele vritni, ndryshe nuk ndalim unë. Dhe unë po punoj për vendin, po I tregoj flisit dhe gjatësit e një idioti që po qënë vendin drejt zhbërjes. Albin baba juaj po e serbizon Kosovën, Albin baba juaj po e shkatron Kosovën, ajo është një esat pash toptan, dhe pik.